disa refugjatë të dëbuar derisa të riatesohen pranë vendet e tyre të origjinës. Ishte surprizë për ju mënyra, pra edhe shpejtësia me cilën u prit kjo marrëveshje, kjo kërkesë? Po nuk mendoj që është ndonjë surprizë kjo. Unë mendoj që vendimi i qeverisë Kurti mund të kontestohet vetëm në atë aspektin se kë vendime të tilla të rëndësishme nuk ka të drejtë në këtë pozicion që është për momentin, sepse unë kam thënë edhe herave tjera që Albin Kurti është duke shkel pushtetutën, sepse ai nuk ka të drejtë të marrë asnjë vendim e lere më vendime të tilla të cilat janë strategjike edhe shumë të rëndësishme për Kosovën edhe integrimet euroatlantike të cilat Kosova i pretendon. Por asnjë nuk do vazhdonte, besoj që ta kontestonte apo ta çonte më larg. Po, unë nuk kam prit ta kontestoj sepse ai aq i ka shkatruar, aq i ka prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që menzi ka prit që të ketë një kërkesë, çfarë do të qoftë ajo, e kjo ju ka dukur shumë e lehtë që ta pranoj SPOK-u të filloj të rikonstruoja, të rehabilitoj marrëdhëniet e prishura me Shtetet e Bashkuara, domethënë ka prit me dashamirësi, edhe menjëherë i ka thënë po një vendime të SBA-s që 50 emigrantë për një vit të pranohen në Republikën e Kosovës derisa ata të përgatiten apo të jenë gatshëm të kthehen në vendin e origjinës. Unë këtë pranim e shoh në dy aspekte, në të mira që i sjellin Kosovës, edhe në rreziqe të këqijat që mund të ketë vendi nga një vendim i tillë i qeverisë Kurti. Çka mund të jetë e mirë për Kosovën? Forcimi i marrëdhënieve me SBA-n sigurisht ndikon në një forcim me i marrëdhënieve të prishura, të cilat unë mendoj që për një kohë veç janë inekzistente, nuk ekzistojnë fare dhe për atë arsye tenton Albini që t'i kthehet Amerikës sepse e ka pa shumë mirë edhe tani e din shumë mirë që pa Amerikën Kosova e ka pikpyetje dhe ekzistencën. Pastaj e mirë tjetër mund të jetë pozicionimi ndërkombëtar i Republikës Kosovës duke rrit imazhin si shtet i përgjithshëm dhe që merr pjesë në zgjidhjen e krizave globale të emigracionit. Po ashtu, unë mendoj që ka llogarit që edhe do të ketë mbështetje financiare. Sigurisht, edhe unë mendoj që do të ketë mbështetje financiare, por disa tjera, të këqija tjera, që përveç mbështetjes financiare, Amerika nuk do të merret me strehimin, nuk do të merret me sigurinë, nuk do të merret me shërbimet sociale, shëndetësore, e tjera të cilat do të jenë barë drejt për drejt e qeverisë edhe e institucionit të Kosovës. Ne jemi shtet, ne edhe Shqipëria bashkë, jemi shtete që shumë eksportojmë migrant në botën e jashtme. Nga mas shumë të që eksportojmë në Evropë, janë emigrantët. Dhe tani del pikpyetja për cila është pra mundësia e jonë për të pranuar emigrant nga qoftë edhe të përkohshëm një vjeçar, por ajo sigurisht do të jetë në kontinuitet dhe do të përsëritet për shumë vjet, edhe ky numri 50 mund të ndryshojë, mund të rritet në 100, 200, 300, 500, varësisht me sa do të ketë nevojë Shtetet e Bashkuara të përcjellin për Shtetet e Ballkanit emigrantët e tillë, të cilët edhe në mesin e tyre mund të ketë njerëz që kanë dosje kriminale edhe janë të papërshtatshëm edhe vështirë të integrueshëm në një shtet siç është Kosova, e cila nuk ka mundësi për të siguruar mirëqenien
për qytetarët e vetë, e lere më për migrantë të cilët e kanë pretenduar dhe kanë shku në Amerikë, e tani prej Amerikës të transferohen në Kosovë, në një shtet më të varfër, në Evropë, unë mendoj që ka probleme të natyre sociale, ekonomike, arsimore, shëndetësore. Domethënë, të gjitha këto probleme janë probleme të qytetarëve të saj, edhe tani plus të migracionit, unë mendoj që Kosova është e papërgatitur për të pranuar qoftë edhe një emigrant të vetëm. Kemi në një përvojë, kur kanë ikur nga Siria, nga lindja e mesme, qytetarë, kanë përfunduar në Kosovë. Kemi pas probleme të jashtëzakonshme. Janë kriju disa shtëpi, disa zona. Ne kemi pas në komunën tonë ku jetojnë në Lipjan, në Magur. Ata njerëz janë shëndru në njerëz problematik, në njerëz që kanë dalë natën, kanë kryer akte kriminale, hajni, rrahje, therrje, sepse ata nuk kanë mundur shtetit të interesohet për ata t'i kenë të gjitha të mirat materiale, edhe ushqimi ju ka mungu, kështu që edhe siguria në këtë rast, sepse kanë mundur të ikin nga ato shtëpit ku kanë banu, dhe kanë dalë në për shtëpit e zbrasta që në Kosovë ka shumë numër shtëpive të zbrasta të mërgatës tonë të cilët me vite kanë punu jashtë dhe kanë ndërtu shtëpi. Kosova sot i ka 200.000 njësi banesore të zbrazura, që s'është asnjë banor. Jashtëzakonisht shumë. Edhe ato janë të gjitha të lira dhe njerëzit mund të futen atë, mund të gjejnë stoli ari, mund të gjejnë orë të ndryshme, mund të gjejnë makina të ndryshme dhe kanë plaçkit me të madhe. E unë mendoj që njëjta do t'i ndodhë Kosovës edhe me këto. Domethënë, rreziqet janë më të mëdha se sa të mirat që Kosovës mund t'i vinë në këtë rast. Megjithatë, Kurti ka marrë shpërblimin e parë, sepse një reagim i Departamentit të Shtetit në rrjetet sociale që ka përgëzuar për këtë vendim. Por kjo është diçka në vazhdim apo është thjesht një tërhiqje mos-e-kput, sikur i themi ne? Po ka marrë një mbështetje morale më tepër, një lloj çka të themi, por ajo tjetra që pason, ajo është më e rënda, edhe që unë besoj që kjo qeveri nuk është e gatshme edhe nuk din të menaxhoj asgjë. Nuk është e gatshme as njëri prej digastereve, qeveritare, qoftë ajo Ministria e Punëve të Brendshme, që në këtë rast do t'i ketë kujdesin mbi këto, edhe të gjitha ministri tjera janë të pa afta, të pa denja për të menaxhuar, qoftë edhe me një numër kaq të vogël që mund t'i kishin besu edhe një komunë të vogël në Kosovë, 50 emigrantë, nuk bëjnë diçka të jashtëzakonshme kur ke një shtet të organizuar, kur ke një qeveri të përkthjellë, kur ke një qeveri të përgjithshme, por kur qytetarët tonë kanë kaq shumë probleme, ne marrim emigrantë të cilët dëbohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në momentin kur jetë riaddhësimi tyre, unë mendoj që ai riaddhësim do të vënoj edhe nuk do të ndodhë asnjëherë, ata qytetarë ose do të gjejnë rrugë tjera për të ikur dhe për Serbi e në Evropë, ose do të mbeten në Kosovë, sepse mendoj që do të ndodhë sikur në Shqipëri me ata iranianët të cilët i kanë sjellë Shqipërisë probleme të mëdha, të cilat veç tani i shihen edhe populli i Shqipërisë. Unë isha me një rast atje në atë Rafaelën, ishte e tmerrshme, ishte në gjendje kur shehe po them si njerëz, por ata me atë kulturën afganistaneze, mrapametun, ndikojnë domosdoshmërisht pastaj negativisht edhe te qytetarët tonë të cilët veshpishohin, po ndikojnë politikën që unë ndëgjova atje në Kuvend një kërkesë të një deputeti
në deputetit që të lirohet 2 orë pauzë. Kjo do të thonë kryesisht vjen nga qëto indoktrinime të cilat bëhen nga shtetet e lindjes, edhe tash ne dëshirojmë ta shndrojmë Shqipërinë e Kosovën në të bëjmë si Kandahari, Afganistanizimi, domethënë gjithçka që vjen nga lindja, unë e shoh rrezik të madh të Kosovës, e shoh rrezik edhe Turqinë, e shoh rrezik. Ne me që mund t'i kemi ata, por ndikimet që ata pikan, e sidomos Turqia, to janë të rrezikshme, jashtëzakonisht rrezikshme për Shqipërinë edhe për Kosovën, sepse ata nuk imponojnë zhvillim, nuk duan zhvillim për Kosovë. Ata vetëm dëshirojnë të na indoktrinojnë edhe të na çojnë në një errësirë mesjetare e cila për mu sot në 2 shtetet me kushtetutë laike të kërkohet që të lirohen besimtarët duar të lirohen, të falen qoftë në objektet qeveritare ose në ndërmarrjet publike ose ndërmarrjet private. Kjo do i vendosë pulën, mendoni ju? Ose të shkojnë në xhami. Unë mendoj që në këtë rast të gjithë të punësuarit, edhe nëse fare nuk janë besimtarë, ata do t'i marrin ato 2 orë pushim, do t'i zhvillojnë për aktivitete tjera, do t'ikin nga puna, do të arsitojnë disa, do të shkojnë sa për syje faqe edhe në xhami, edhe ja ç'po i ndodh shtetit shqiptar, që do t'i ndodh, sepse politika tani për shkak të votave është në gjendje të bëjë gjithçka edhe ta shndrojë të 2 shtetet, na i shndrojnë shtete islame që do të ishte fundi i të ardhmës së shqiptarisë.